Është një fundi vëllezër motra nderuara që ka neti kohë të gjatë në xhenem. Se kur ju bë llogaria kishte më shumë të këqija se sa të mira. La ilaha illallah, du të më fut pak vetë sikur jemi duke e parë këtë skenë. Thot pejgamberi Muhammed a.s. flakët e nxehta të xhenemit e kishin ndjek goxha fuqish. Dhe ai thriste nga brendësia e xhenemit. I madhi Zot më shpëton. I madhi Zot më shpëton. I ke vënë re vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot një smundje vogël edhe njeriu don të shpëtojë të largohet, don të rinë në normalitetin e qetësisë vet. Imagjino një kohë gjatë në zjarrin e xhenemit. Tha i madhi Zot më shpëton. I madhi Zot më shpëton. Shëndjosi madh suprem, ky është i fundit, ka thënë pejgamberi që del nga xhenemi. I drejtohet dhe i thot: O robi im, unë do të shpëtoj dhe do të nxjerr nga zjarri i xhenemit, pra gjëja më e madhe dhe më e lumtur për të. Por me një kusht. Tha Zoti i madh, çfarë kushti duash ti, vetëm nxjerr. Tha, unë do të nxjerr nga zjarri i xhenemit, ti do kesh kushtin, s'do kërkosh gjë më pas saj se nuk e meriton. Edhe nxjerr. I thot engjëve nxjerrini nga zjarri i xhenemit. Mbaroi dënimi dhe nxjerrin. Sa del, i von re, ndoshta të ka ndodhi vend ku është bërë një aksident, apo të ka ndodhur ty, apo i spital që ke qenë, ke bërë një operacion të rënd, zon ta shohësh më atë vend. Edhe thot del nga zjarri i xhenemit dhe me zore kthehet e kokën, s'do dhe me e pa mos zjarrin e xhenemit, thot subhanalladhi najjani min, i lartësuar qoftë i madhi Zot që më shpëtoi prej teje. Çfarë bën sundos i madhi gjithësisë, mbasi u stabilizu, janë nxjerr një, po themi sot me terma moderne, një resort. Janë nxjerr sa gjëra të bukura përpara, ku kishte hije, kishte një lumë që rrjedh, pemë të mrekullueshme. Edhe thot pejgamberi alayhis salam që e shpjegon sot, duroj sa duroj, po premtimin nuk e mbajti. Tha i madhi Zot qofsha fal. Se imagjino tani ishte shumë i mjaftueshëm që ka shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Po tani u dha një perspektivë, kështu është njeriu. Tha i madhi Zot, më fal që s'po duroj. A ma dhuron ti mua atë? Shijoj edhe unë diçka, mbasi shumë ishte traumatizuar në zjarrin e xhenemit. Dhe sunduesi i madhi thot, po ti më dhe fjalën, thot i madhi Zot, s'bëra do të durim. Thot profeti ka thonë Zoti gjithësisë, Zoti thot, do e marrësh të shpërblim, por nuk do kërkosh gjama. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, me fut Zoti aty, jep urdhër Zoti engjëve dhe afrohet dhe i shijon dhe kënaqet, vetëm se kishte qelluar që ai vendi ishte shumë afër xhennetit, portave të xhennetit, dyerve të xhennetit, zërat mrekullueshme të banorëve të xhennetit, arrinte ta shikonte në largësi se sa i bukur ishte xhenneti. Thot pejgamberi alayhis salam, duroj, pastaj i ngreti durën dha i madhi Zot, o më mëshirosve, o ti që si kthen lutjet e njerëzve tuaj. Vot dhe mund xhenet si ato që po i dëgjoj që po kraqen ai shumë. E i madhi Zot me drejti thot, o njeriu im, po shpëtove nga xhenemi. Kur fakt shëbo shumë vepra që ishe për aty, tha edhe ta dhash edhe shpërblimin e dytë. Tha po kërkon xhenetin, tha i madhi Zot, mos më bën krijesën më të dëshpëruar dhe më të shkatruar tënd dhe mos ta shijoj atë vend aq të bukur. I madhi Zot tham na ka dhënë mirësi pafund neve, asnjë gjë s'kemi bë. Më thuaj ti vëllai dhe motër, nëse se beson që kur të lindi nga barku nënës tënde, e ta dha shikimin e dëgjimin e mendimin e duart e këmbët, qarkullimin e gjakut që lizën atë nënë me radhë. Çfarë kishe bërë ti në gjë të jashtëzakonshme që ti dha këto? Jo për Zotin mi dha falas. Kur bën një vepër të mirë ti jap xhenetin. Dhe i thot i madhi Zot, shko thot dhe hyn në xhenet, i thot ai që futeni. Po vetë Zoti kishte krijuar një skenë tillë sa kur futet në xhenet, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet madhi Zot, ky ishte i fundit që po dilte nga xhenemi, ato që ishin fut kanë pas mira vjet që ishin fut. Dhe xheneti ishte stabilizuar. Dhe ky futet në xhenet, pastaj afrohet për ato dyert, thot i madhi Zot, xheneti ishte plot. Allah, kështu ja krijoi den Zoti se xheneti është plot, s'ka vend për këtë. E i madhi Zot, ka gjë të vështirë për sundjosin e madh gjithësisë. Dhe i madhi Zot i thot, jo pa qëllim më shpjegoj fundit që të kuptojnë tjerët se sa bekime dhe mirësi do kenë. Tha i madhi Zot, jo për ty ka vend në xhenet. A je i kënaq të t'jap punë prona, mirësi, begati në xhenet, sa ka qenë dynjaja dhe bota ku ke jetu, kjo botë që jemi ne. Tha raditu ja Rab. Tha jam shumë i kënaq o Zot, që ti po m'jep, unë se meritoj, po mëshira jote, begatia jote.
Tha atëherë dije se do t'jap 10 fish sa dynjaja që ka qenë. Dhe ky thot profeti është i fundit në zjarrin që hyn xhenet nga ato që dalin nga zjarri i xhenemit.